transformim. Sot nuk I inaugurojmë thjesht salla gjykimi, holle, zyra apo ambiente pune. Sot shënojmë ngritjen e një standardi të ri institucional për gjykatën e posaçme. Një gjykatë më dinjitoze, më funksionale, më të sigurt, më transparente, më moderne dhe më pranë qytetarit. Sepse një gjykatë nuk është thjesht një godinë. Një gjykatë është vendi ku qytetari kërkon të drejtën, ku ligji merr jetë, ku shteti së drejtës bëhet I prekshëm dhe ku besimi publik provohet çdo ditë. Për të arsye, mesazhi kryesor I kësaj dite është I qartë. Drejtësia është para së gjithash një shërbim për qytetarin. Gjykata nuk ekziston për veten e saj, ajo ekziston për qytetarët, për palën të procesit, për publikun dhe për shtetin e së drejtës. Prandaj, mënyra se si qytetari hyn në gjykatë, si orientohet, si pritet, si dëgjohet, si trajtohet është pjesë e vetësisë së drejtësisë. Ambienti ku jepet drejtësia nuk është element anësor. Ai është pjesë e mesazhit të drejtësisë. Një sallë dinjitoze, një hold I rregullt, një zyrë funksionale, një hapësirë e rregullt të organizuar mirë jeton qytetarit se institucioni e respekton, se procesi ka solemnitet dhe ligji ka autoritet. Të nderuar miq të drejtësisë, frymëzimi për të transformimi erdhi dhe nga I përvojë e rëndësishme ndërkombëtare. Në muajin shtator të vitit 2024, 8 gjyqtarë të kësaj gjykate zhvilluan një vizitë pune në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Denver, të Colorados dhe në Utah. Gjatë kësaj vizite patëm mundësi të shihnim nga afër gjykatat amerikane, salla gjykimit të mirë organizuar, ambiente plotëse dinjitoze dhe sisteme sigurie të avancuara. Ajo përvojë na dha një mësim të rëndësishëm. Infrastruktura e gjykatës nuk është luks, nuk është fasad, nuk është dekor. Ajo është pjesë e kulturës institucionale, pjesë e autoritetit ligjit dhe pjesë e mënyrës se si drejtësia I shërben qytetarit. Pikërisht aty lindje dhe frymëzimi për sallat e inaugurimit që vim sot. Të gjitha sallat e gjykimit janë konceptuar në një stil të frymëzuar nga modeli amerikan, me solemnitet, funksionalitet, qartësi në ndarjen e hapësirave, respekt për procesin dhe kujdes për qytetarin. Ky nuk është një imitim formal, është marrja e një modeli që jep vlerë procesit gjyqësor dhe përshtatet me nevojat, natyrën dhe funksionin e gjykatës së posaçme. Pas së përvojë u kalua nga ideja në veprime konkrete, u evidentua gjendja reale e godinës, u dokumentua problemet ekzistuese, u hartua projektet dhe kërkuan mbështetje financiare e nevojshme për ndërhyrje. Gjendja e godinës tregon qartë nevojën për transformim. Sallat e gjykimit kishin nevojë për një modelim të plotë. Hallet, zyrët dhe ambientet e tjera kërkonin harmonizim, funksionalitet dhe një standard më të lartë institucional. Pra ky transformim nuk nisi si dëshirë për ndryshim pamje. Ai nisi si përgjegjësi institucionale, si detyrim ndaj qytetarit, si nevojë për të vendosur gjykatën e posaçme në nivelin e misionit që ka në sistemin e drejtësisë. Të nderuar të pranishëm, fillimisht fokusi ishin sallat e gjykimit dhe hallet, sepse këto janë hapësirat ku qytetari, palët, avokatët, prokurorët, dëshmitarët, publiku dhe media kanë kontakt më të drejtpërdrejt me gjykatën. Sallat e gjykimit janë zemra e gjykatës, aty dëgjohen palët, aty zhvillohet procesi, aty ushtrohet autoriteti ligji, aty qytetari kërkon drejtësi. Prandaj një sallë gjykimi duhet të jetë më shumë se një ambient pune. Ajo duhet të përcjellë solemnitet, barazi, siguri dhe dinjitet.